Në prag të fushatës globale 16 ditë aktivizëm për barazi gjinore dhe dhunës në familje, në Tetov u mbajt tribun me temë "Ti nuk je vetëm numër, ti je ndryshimi", që u organizua nga shoqata Dora e Artë. Nga kjo shoqatë thonë se dhuna në familje është çështje që tangon edhe gjinin mashkullore dhe jo vetëm gjinin femrore. Dhuna trajtohet si çështje vetëm e grave, pasi 93% të grave janë, të përfshira në dhunë. Viktim të dhunës janë. Megjithatë, dhuna është edhe çështje që u tangon edhe burrave, gjëgjësisht çështja shoqërore, në mënyrë që udhëheqës duhet të kenë meshkujt në mënyrë që të sjellin ndryshimet dhe të themeluara me vlera për barazi gjinore dhe të drejtave të njerëzit. Mëtej në tribunën e sotme u tha se institucionet duhet që të punojnë për të parandaluar të gjitha format e dhunës ndaj grave. Qëllimi kryesor i yni është, për të njohur dhe mundësuar parandalimin e dhunës dhe për të përmirësuar mbrojtjen e viktimave të mundshme, por edhe për të aktivizuar gjitha institucionet shtetërore, gjëgjësisht, gjëgjësisht dhe aktorët të tjerë të interesuar për parandalimin e gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave që në përputhje me ligjin që përcakton Republika e Maqedonisë së Veriut. Shoqata Dora e Artë është antare e rrjetit të iniciativave qytetare të femrave Antiko, me çrast organizohen njësër aktivitete kushtuar dhunës në familje. Pjesë e tribunës ishin përfaqësues të komunës së Tetovës, psikolog, sociolog, përfaqësuese nga qendra për punë sociale, qendra e gruas, UAU, përfaqësues të shoqatave jo qeveritare nga Tetova dhe më gjërë.